shqiptarët në shesh për të rrëzu Edi Ramën. Revolucioni i flamingove është sot në ditën e 40. Edi Rama po thyn rekord historik, po ja afrohet rrëzimit të regjimit komunist, Tramizalis, se Enver Hoxhën se rrëzun do të shqiptarët, e rrëzoi Zoti. 40 ditë bëhen sot. Protestat e dhjetorit e den rrëzimin e plot të pra lëvizja e dhjetorit mund të ketë zgjat 2 muaj e gjys afërsisht si proces. Ky i kapi 40 ditë Edi Rama dhe duket e pandalshme protesta, nuk dorëzohen shqiptarët. Të jashtëzakonshëm kanë marrë kurajo pavarësisht nxitjeve e gjërave, por kanë marrë kurajo dhe kush e ka pas sot i kanë shku në tavolinë, tavolant Ballës, Pirro Pizevengut, kush ishte tjetër, Arbian Mazniku, duke pi puro tavolanti atje, duke pi birra e duke lujt bixhos në Strasburg, dhe shqiptarët, vajza heroike, shqiponja, ja kanë përplas në fytyrë aty, Rama në burg, tavolanti në burg, si s'keni turp ju, hani pini si derrat me lekët e shqiptarëve knej. Pra ka një kurajo të jashtëzakonshme të njerëzve. Njerëzit e kanë vrarë frikën. Shumë pak janë ata që kanë akoma frikë ose që s'kan besim te ky revolucion. Por mbi 90% e njerëzve e kanë vrarë frikën dhe e dinë që ky është fundi i Edi Ramës. Edhe i bandës së tij të plaçkicëve. Dhe unë këtë e shoh edhe në rrjetet e mia sociale, e shoh nga reagimet e njerëzve. Për shembull sot kam taku, më kanë alu në rrugë në diku këte nga Durrësi, më kanë alu i zotëri në rrugë, siç ndodh shpesh, kështu bravo të qoftë, dhe kështu ishte i majt. Kishte qenë oficer kohët e Enverit, edhe më ndaloi në rrugë, edhe më tha bravo të qoftë se në të gjitha videot unë të ndjek vazhdimisht, ta të ndjek edhe në Facebook, absolutisht thu të vërtetën, tha, ky nuk është socialist, ky është mafioz, këta janë bandë mafiozësh, ta nuk përfaqësojnë Partinë Socialiste, ta nuk përfaqësojnë idealet e as të Enver Hoxhës, as të socialdemokracisë. Pra, i qartë zotëria, njëri i shkolluar, ushtarak, advetar, kështu janë socialistët, këta janë socialistët, por shumë i ftilluar dhe shumë i qartë për ta kuptuar se çfarë fatkeqësie i ka rënë Partisë Socialiste dhe pastaj Shqipërisë. Këta janë klub mafioz, tha, këta nuk janë socialistë, më vjen shumë keq, tha, që i shoh akoma, tha, njerëz të smur që të komentojnë aty, tha, trushflar, edhe hap muhabeti për këto të komentuesit. Për komentuesit që vazhdojnë akoma lëshojnë jark në komente në këtu në kanalin e YouTube-it timin, në Facebook, unë ju mirë kuptoj, po thuj se ju kthej përgjigje të gjithëve, vetëm në i qelbësirë, në i fliqësirë ja fshi komentin ose e bllokoj, se sigurisht nuk do rrit merre me lloj këllirash që ka aty. Po pjesës më të madhe i kthej përgjigje dhe ju respektoj, sepse e kuptoj që jeni njerëz të harruar, njerëz që s'keni vëmendje, njerëz që u kanë shplat trurin mediat e Edi Ramës, që marrin para tona, bëjnë propagandë për Edi Ramën, u shplajnë trurin ju edhe vinë do më çani trapin dhe mu pastaj këtu në rrjetet sociale. Unë nuk e kam fsheh kurrë, po e japi përgjigje tani të përgjithshme, përse ka pash herën e fundit shumë qelbësira që kishin komentu, edhe ishte njëri, se ja harrova emrin tani, që gjasme më thoshte mu, ti mbrosa Liberishën, e ti kishte bos bulin të mataj. Tani për këtë dhe maskarej si puna e këtij, unë nuk e kam fsheh kurrë
që jam pro opozitës. Pra nuk e imagjinoj dot veten të jem pro një pushteti të korruptuar, të kriminalizuar si ky. Nuk e imagjinoj dot, pra më duket një çmenduri. Por kjo nuk do të thotë që un jam simpatizant i Sali Berishës, po Sali Berisha është kryetari i opozitës, aq sa i takon, sipas gjykimit tim, i kam dhënë hakun, meritat. Aty ku i ka problemet e kam kritikuar gjithmonë. Gjithmonë e kam kritikuar Partinë Demokratike, edhe nëse do vi nesër në pushtet, do ta kritikoj një lloj siç kritikoj Edi Ramën sot. Unë ju kuptoj juve që shani, fyni, sepse jeni njerëz të mbaruar, nuk u ashtu njeri në rrjetet tuaja sociale, vini këtu se doni vëmendje dhe prandaj ju kthej përgjigje, ju respektoj, por nuk e kam fsheh, nuk ka bërë kush zbulim që unë përkrah opozitën, edhe do ta përkrah opozitën derisa ta shoh të arsyeshme që është në rrugën e duhur. Por sigurisht edhe do ta kritikoj për çdo gabim që ka opozita, ashtu siç kam bërë vazhdimisht, kush më ndjek rregullisht e di shumë mirë që edhe i kam ironizu, edhe i kam kritiku, pra gjithçka. Por nuk e shoh të arsyeshme, nuk e kam gjyku se është koha të merresh me opozitën në një kohë që kemi 14 vjet që sundohemi nga mafja. Qeverisemi nga mafja, po platshkitemi nga mafja, po shpopullohemi, po mbarojmë si popull nga mafja, dhe akoma ka mbeturina që vinë në për këto rrjete sociale, berishist, nuk jam berishist, nuk ma ngjisni dot një gjë që se kam, por nëse Sali Berisha ka drejt Sali Berisha. Nëse Sali Berisha ka gabim, ka gabim. Ashtu sikurse po të ketë drejt Edi Rama, ka drejt Edi Rama. Edhe kjo është linja e komenteve të mia, linja e gjykimit tim. Unë nuk paguhem nga askush për videot që bëj këtu në YouTube. Nuk e kam as të sponsorizuar këtë, nuk i bëj reklam askujt. Pra unë bëj komentet e mia, kam 1 orë në ditë harxoj me këtë punë, edhe vi këtu bëj komentet, qindra mira njerëz kanë shku gati 2 milion shikime për 2 muaj. Mira njerëz janë që më shkruajnë dhe e kuptojnë se çfarë linje kam unë. Tani kthehemi te tema e protestës. Po ja afrohet Enver Hoxha, Partisë Punës, komunizmit pra, jo Enver Hoxhës, se e tham fillim, nuk e rrëzon shqiptarët Enver Hoxhën e rrëzoi Zoti, i mori jetën edhe vdiq. Shqiptarët me zor rrëzon Ramiz Alinë. Edhe ai proces më duket ka zgjat një 2 muaj e gjys. Por një sistem si sistemi komunist që kontrollonte çdo qelizë të shoqërisë, është edhe sistemi që ka ngritë Edi Rama. Prandaj zgjat, unë s'kam pas pritshmëri që kjo protestë do e rrëzonte Edi Ramën për një javë. Nuk kam as që do e rrëzojnë për 60 ditë. Pra do vazhdojnë protesta, sepse sistemi që ka ndërtuar Edi Rama është kriminal. Edi Rama dhe shpura e tij kanë shumë para, vazhdojnë të kenë fuqi që të blejnë mbështetje, do përpiqen në maksimum, vetëm në rastet kur nuk i shkon paraja, siç është rasti i fundit me Trumpin që e ka takuar në nënshkrimin e marrëveshjes për bordin e paqes, se nuk ja hodhi qurrat fare në Turqi. Vetëm kaq duhet bëjnë krahasim të qelbësirat që komentojnë në rrjetet e mia sociale. Trumpi e njeh edhe e ka taku me Vjosa Osmanin kur nënshkruan marrëveshjen për bordin e paqes në Zvicër ku ishte ajo. Atëherë si ka mundësi bëri sikur nuk e pa në Ankara. Kaq është kjo për fliqësirat që përgjigja e këtyre. Se sa do zjas shumë. Pra, thash 2 muaj e gjys afërsisht ka zjat kjo e rënies së regjimit komunist. Po ta marrësh me këta si vëllezërit e vet, më shpejt nga të gjithë dhe më të zotët nga të gjithë kanë qenë rumunët, për 10 ditë e hoqën qafë Ceaușescu. Ata e hoqën qafë edhe
jo vetëm figurativisht, po e marrim kështu figurativisht. Revolucioni që ndodhi në Tunizi, prapë edhe ai ka zgjat për të hequr atë vllajën e Edi Ramës atë Ben Alin, ka zgjat 29 ditë, 17 dhjetor 2010-s dhe ka marrë me 14 janar 2011-s. Iku Ben Alia, iku në Arabia, di ke vëllezërit e vet aty më thon. Kemi atë revolucionin e portokalli që ngjan shumë me revolucionin ton. Se pranaj po I marr ca si shembull se mund shkoj edhe te Gaddafi, se Edi Rama ngjan shumë edhe me Gaddafin, por Gaddafi ka zgjat revolucionin për të rrëzu Gaddafin 8 muaj. Po unë nuk po marr Gaddafin, po marr revolucionin portokalli, I cili dihet botërisht që ju Kurdis ati Viktor Yushchenko ju Kurdis nga Sorosi. Sigurisht me mbështetjen edhe të SBA-s, se doshin ta shkëpusnin apo që në kohën e kësaj Timoshenkos, se më mirë atë fiks, po që një revolucion që ju Kurdis për ta shkëput Ukrainën nga ndikimi rus, sepse kishte një qeveri kukull ruse. Edhe prit se po kthej përgjigje në WhatsApp. Edhe revolucioni portokalli zgjati para nga nëntori 2004 deri në janar 2005. Ishën manipulimi I zgjedhjeve, siç ndodhi në Shqipëri, pavarësisht se në Shqipëri kështu, po u mbështet nga Sorosi, ashtu siç tani ju e dini, pavarësisht se e them vetëm unë këtë, po e dinë gjithë, nuk e thonë gjithë se për arsye të ndryshme, ishte një revolucion që u mbështet fuqishëm, ka dhe video Sorosi për këtë çështje, u mbështet shumë nga ai për ta rrëzu diktatorin Janukovic dhe mbështetën këtë të opozitës Yushchenko. Mbi 500.000 ukrainas janë derë të rrugëve dhe ngjyra që simbolizonte atë revolucion ishte portokallia, kështu që prandaj u quajti edhe revolucioni portokalli, siç është ky ioni I flamingove që është revolucion roz, prandaj them dhe unë që është revolucioni maj. Por që revolucioni jon ka hyrë në ditën e 40 sot dhe nuk do të jetë një revolucion I shkurtër, se për këtë po e bëj videon, po bëra ca sqarimet nevojshme për trush plarët e për këto mbeturinat. U thash, pra unë do u kthej përgjigje, do u replikoj se jeni njerëz të lodhur, njerëz të mbaruar, që s'u avarë kush në përfaqet e juaja të Facebookut, dhe do u kthej. Po thjesht të ruani etikën, që të ruaj dhe unë etikën. Me pjesën që më thoni Berisha, nuk kompleksoni fare, sepse nuk e kam po fshehur azi unë atë. E kuptoj, nuk e bëj si këta karamuçat që shihni ju natë për natë si trush plar nëpër media që jep lajm bombastik. Erdogani I ka dhënë pistolet Edi Ramës. Erdogani kishte dhënë gjithëve, edhe ky si do e fusë Edi Rama në Shqipëri. Edi Rama në Shqipëri ka leju të futen avion droge. E mani men ato qira italiane atje, në Divjak. Edi Rama lëviz me charter privat, Edi Rama ka gjithë shtetin në dorë. Karamuçua pyeste se si do fusë Edi Rama pistoletet, domethënë këtu shteti nuk të pyet propagandisti Karamuçot e Erlam Hilli, që jasme si do e fusë ky se nuk e lejon shteti, e kupton? Pra këto fliqësira ngjoni ju, këto ua shplajnë trut edhe vini bëni mu gam këtu. Revolucioni do vazhdojnë, është I pandalshëm, nuk ndalet, nuk e kap dot kush. Berisha zatën ju e keni pa që e ka deklaru publikisht as nuk kam bë tentativë për ta kap, as nuk do bëj tentativë për ta kap, sepse
është më i mençëm se këta budallet, Arlind Qorat e Gon Shehajt e Tik Lapajt që bëjnë si herojt madh atje, gjenja 2-3 rob të vetët atje që u thon ti do bësh kryeministër dhe bëjnë video, bëhen qesharak. Berisha e di sigurisht kush po që ky revolucion nuk kapet, edhe thjesht thot revolucioni ka tezat që unë kam 14 vjet si opozit, që i mbaj, që protestoj me to, që kam ngrit zërin nëpër institucionet perëndimore, po këtu ka drejt. Edhe mund të më thoni ju po bëm Berishën, po ka drejt se e ka bë. Ka bë protesta, ka denoncu korrupsionin, ka denoncu, është i vetmi i pari që ka artikulu narkoshtet, termin narkoshtet. E i ka bë Berisha, ç'o ti bëjmë Berishës tash? Se ju doni kështu shihni pra këta të rit, që bëjnë sikur po e bëjnë ta revolucionin, ndërkohë që s'po e bëjnë këta. Prandaj do të zgjas. A do zgjas sa Gaddafi, 8 muaj? A do zgjas sa ky tjetri, ky Janukovici? Apo do zgjas sa shoku Ramos Benalia? Ta shohim, por që do zgjas. 2 muaj nuk është larg, po 2 muaj këtu kena i bi gusht. Edhe mos ta llogarisin fare korrikun e gushtit, që janë mujt e pushimeve, pra ti quajmë ata bravo ju qof që rrinë në revolucion, nuk tërhiqen, por ti quajmë si xhiro për ta majt gjallë revolucionin në shtator. Llogaritet si muaj i plot, qershor, shtator, mbase bëhen 2 muaj dhe ikën si puna e këtij për 2 muaj. Por po ja afrohet rekordit historik të rrëzimit të regjimit komunist në Shqipëri. Pse? Jo se ka ndonjë gjë, por sepse sistemi kriminal që ka ndërtuar Edi Rama është i fuqishëm dhe nuk është kollaj për ta zhbërë. Kështu që do kohën e vet edhe kjo, dhe ky nuk është revolucion me armë, po është revolucion paqësor, revolucion rezistent. Revolucion që nuk bën prapa, që e ka objektivin i qartë dhe pa realizu objektivin nuk kthehet mbrapsht. Kështu që për këtë arsye do zgjas sepse nuk zhbëhen dot kollaj këto. Tani këto tjerët i përshëndes gjithë, vazhdoni komentoni, por para se të komentoni ngjojeni një herë mirë videot gjitha, shifeni historikun e qëndrimeve të mia në rrjetet sociale, në Facebook, në YouTube, këto dyja ka mu, se s'përdor rrjetet e tjera sociale. Shifeni qëndrimet, shifeni koherencën që kam, edhe për këtë protestën po deshet nga dita e parë deri sot, deri në ditën e 40, por edhe për qëndrimet, komentet politike që kam bërë kur ka qenë e nevojshme me kritiku opozitën dhe e kam kritiku dhe që kam deklaru gjithmonë publikisht që e mbështes opozitën, por edhe e kritikoj. Hajde të gjohemi tani. Kur të bëhen 60 ditë, do e bëjmë edhe i koment tjetër si kjo sot për të 40-tat. Kur të bëhen të 60-tat, flasim prapë. Ndërkohë, ditë pas dite do të komentojmë, do të vazhdojmë të komentojmë çdo gjë. E falenderoj edhe një herë shumë atë burrin sot, burr shumë i ndershëm, socialist, thash patriot. Kështu janë gjithë në fakt. Tani e di, kanë edhe patronazhistat nuk futen më që të shajnë, nuk futen më që të mësulmojnë, shumë pak janë. Shumë pak, sigurisht ta e shohin se videot kanë ndjekje shumë të lartë, postimet në Facebook kanë ndjekje shumë të lartë, dhe sigurisht to i ndjekin këto furia e vëzhgimit njerëz në rrjetet sociale të regjimit, por janë për të respektuar që shumica patronazhiste nuk e bëjnë këtë gjë. Një pjesë e mirë e njerëzve që futen, shajnë, fyjnë mu, janë pjesa më langaraqe e shoqërisë, janë njerëz që nuk përfitojnë fare nga pushteti, nga regjimi, janë pa lek në xhep, janë pa punë, janë pa bukë, por janë qener nga trut, janë trushplar. Shohin gjithë ditën mediat propagandistike, edhe e kanë si shërbim, pra janë si tip
njerëzish të smur që e din që po shërbejnë, po i shërbejnë partisë, ndërkohë njerëzit e kthjellët Partisë Socialiste të gjithë më kanë përgëzuar për qëndrimet që kanë mbajtur, si zotëria sot që ua përmenda në fillim të videos. Natën e mirë.